رأيت إذا علمت أي ليلة القدر فما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي. Tash tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, o i dërguari i Allahut, nëse unë e mësoj se cila është nata e katërt, çfarë të them në të? Çfarë lutje të bëj? Ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dëgjojeni me vëmendje se kjo është lutja e natës katërt. Sa thuaj Allahumma innaka afuwun, o Allah ti je falës, tuhibbul afwa, ti je do faljen, fa'fu anni, prandaj më fal. Këtë hadith e ka transmetuar Tirmidhiu në Sunenin e tij. Dhe është hadith i saktë. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha interesohej shumë për çështjet e fesë. Dhe pyeste profetin tonë sallallahu alaihi wasallam për çështjen e fesë. Dhe ajo në ka thellë një pjesë madhe të tij të profetisë. Allahu në ka folur për natën e katërt në Kur'an, por profeti në ka shpjeguar më shumë. Allahu ka përmend agjërimin në Kur'an, por shumë detaje të agjërimit dhe i ka thellë profetin nëpër hadithe. Allahu ka folur për namazin në Kur'an, por se si falet namazi kush e ka shpjeguar? Profeti. Allahu i lartësuar ka përmend ezanin në Kur'an, por forma si thirrjet e ezanit që thrasin muslimanët kudo në botë dhe nga koha e profetit deri më sot, a përmendet në Kur'an? Si thoni ju? Ezani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. A përmendet në Kur'an? Jo, nuk përmendet. Përmendet me thirrje ezanin, po se si thirret nuk përmendet. Ku e gjejmë? Ku e gjejmë ezanin? Ha, si thoni ju? Hadithe. Tani, a nuk ketë musliman botë që o kundër ezanit, si thoni ju? Nuk ka. Një krishterë po, një ateist, o nuk du thirret ezanit. Se ka dalë një rrymë e keqe që thonë ne besojmë vetëm Kur'anin. Kështu i bie mos mund thirrë ezanin, se s'përmendet forma e ezanit në Kur'an. Dhe se si falet namazi nuk përmendet në Kur'an, kupton? Për që këta janë qafira, pse? Se janë kundër haditheve, janë kundër profetit. Këta shpifin për Kur'anin, për profetin e kështu me radhë. Këta janë më të këqij se krishterët. Janë me qenë njëri këtë fenë e kuranistëve, është më keq se me shkuke kadianit. Keni dëgjuar ka një objekt fetar, nuk është xhamia, është xhamia, pse xhamia. Ajo, apo në shku atje ja. Me u bë kuranist është më keq, është më zi. Allahu na ruaj. Se ndonjëherë për muslimanë do thotë vallahi, patëm shok, e kupton që ka 20 vjet fe, ajo bën me këta, edhe na vjen keq edhe do shkojmë mas tij. Se ti keq ti. Allahu i lartësuar nga zemra dorë. Njëri ka qenë musliman apo ateist, pasha Allahu. Njëri ka shkuar në Medinë. Ka studiuar atje, o kthyu, o bë ateist, e kalon fein krejt. Dhe flet në rrjetet sociale kundër fesë. Një tjetër më thosh, domethënë na thosh në rrjetet sociale, neve unë kam qenë në fe, edhe kam lënë këtë fe, edhe jam bë ateist, se kam studiuar për punë e madhe që e bëte ateist. Po pastaj, dhe bëjmë edhe ne akoma të mohojmë Zotin, dhe ato se e bëte ateist, edhe këta lloj njerëzish. Kështu që mos çuditemi, ai ka zemrën dorë Allahu i lartësuar. Para nisa ke ky muhabeti me fjalë që shokët e profetit pyesin profetin për çështjet e fesë, kishin nevojë për sqarim. Se profeti ka sqaruar Kur'anin, prandaj dhe nëna besimtarëve pyeti profetin se Allahu ka përmend natën e katërt në Kur'an. Po kur është nata e katërt? Përmendet në Kur'an. Është e fshehtë, po na jep ca shenja profeti. Thotë 10 net e fundit. Apo jo? Kështu që kemi nevojë për hadithe për të shpjeguar ca gjëra. Po çfarë lutje të bësh natën e katërt? Na shpjegon profeti. Po namazin natën e katërt, na shpjegon profeti. Po namazin e taravive, na i ka shpjeguar profeti, apo jo? Pra i bie mos pranoj hadithin me qenë kundër Kur'anit. Po. E pyeti profetin. Themi ka hadithi dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, kur në natën e katërt më thonë, o Allah, ti e falës, ti e do falem, prandaj më fal. Shokët e profetit pra interesoheshin për çështjet e fesë dhe e pyesin profetin, prandaj edhe ne të interesohemi për çështjet e fesë, pyesim për çështjet e fesë. Si mund ta mësoj njeriu se cila është nata e katërt? E para përmes një ëndre. Mund t'ia tregoj Allahun në ëndër që kjo është nata e katërt.
E dyta përmes shenjave. Sepse ajo është një nga netët teke 10 netëve të fundit. Me mundësi më të madhe nata e 7, por me mundësi më të vogël një nga netët tjera teke 21, 23, 25, 29. Do në rrallë herë mund të jetë dhe në njërë nga netët çifte. Prandaj për ta zënë me siguri, për ta t'ia qelluar me siguri natës 4, ne bëjmë ibadet në të 10 netët e fundit të Ramazanit. Pra mund shikoj njeriu një ëndër, dhe kohën e profetit kanë pas pa ëndra. Për shembull profeti ka thënë në një hadith ka thënë, unë po vrej që ëndrat tuaja përputhen që nata e 4 është në 7 netët e fundit. Prandaj kush ka për të kërkuar natën e 4 përpiqet në 7 netët e fundit, ka thënë, a kupton? Që dhe nga ëndra me ëndër të mirë mund ta kuptoj njeriu. Përmes shenjave, ka disa shenja, për shembull natë e qetë, ndonjëherë mund të jetë natë me shi, natë me hënë të shkëlqyeshme, dielli në mëngjesin e asaj dite lind jo me rrezë të forta. Por këto nuk janë shenja të prera pa diskutueshme, mund të jetë pak më ndryshe. Po këto ndihmojnë këto shenja. Pra këto janë dy mënyra, domethënë me të cilat mund të jetë dhe inspirim. Allahu e frymëzon njeriu. Kjo është natë 4. Edhe kjo më ndodh. Pra me njëra nga këto mënyra nëna besimtare do ta mësonte se cila është nata e 4. Po çfarë lutje më bën profeti ka mësuar këtë lutje? I dërguari ynë ka qenë shumë i interesuar të na mësojë çështjet e fesë, ç'është në të mirën tonë. Çfarë është në dëmin tonë që truhemi për saj? Çfarë është në të mirën tonë që ta bëjmë? Profeti sallallahu alaihi wasallam është interesuar për ne më shumë se ne për vetveten. Na e do të mirë profeti neve më shumë se ç'e duam ne për vetveten. Me dëshminë e Allahut në Kur'an, harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim. Po ashtu Allahu thotë, pra shumë interesuar për të mirën tuaj. Dhe ai me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Allahu kështu e cilëson profetin në Kur'an. Po ashtu ka thënë an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Prandaj s'kalon të mirë profeti vetëm se na ka treguar. S'kalon ndonjë të keqe vetëm se na ka paralajmëruar që ndruhemi prej saj. Na ka mësuar dhe lutjen që të bëjmë natën e 4, sa është natë e madhe. Ta bëjmë të lutjen sa arrim mirët e dynjës dhe të ahiretit. Këshillohet që kur bëjmë lutje të zgjedhim lutjet e profetit. Nuk ka pengesë që ti të po zhvet lutje të pranueshme, të mirë, të lejueshme, kërkosh mirët e dynjës dhe të ahiretit. Lutesh për veten, për familje, për jetesë, për qetësi, për shërim nga smundjet, për mirët e dynjës dhe të ahiretit, nuk ka pengesë. Po cilat janë lutjet më të mira? Kjo është pyetja. Janë lutjet që ka bëu profeti. Të mundemi të mësojmë disa nga lutjet që ka bëu profeti që përmenden në hadithe të sakta. Për shembull, kjo lutja, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Është lutja madhështore, do ta shpjegoj pak më pas. Ose lutjen që e bënte më shumë ti profeti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, o Zoti ynë, na jep të mirë në këtë botë, na jep të mirë në ahiret, xhenetin, dhe na ruaj nga dënimi i varrit. Edhe kjo është lutje që i përfshin gjitha të mirat. Mirat e kësaj bote, shëndeti, marrësia, suksesi, fëmijë të hajrit, familje të mirë, jetesë e mirë, me qenit e hoxhëm fe, me ju përfaqësues fesë, gjitha këto jo. E mira ahiret me hyrje xhenet, dhe më shpëtu nga dënimi i zjarrit. Lutje madhështore edhe kjo. Po ka dhe lutje tjera, për me mësu këtë lutje me i bon. Atëherë kjo lutje, thamë që kjo është nga lutjet me kuptim përfshirës. O Allah, ti e falës, ti e do faljen, prandaj më fal. Kjo lutje përfshin gjitha të mirat e dynjos dhe gjitha të mirat e ahiretit. Shpëtimi nga gjitha të ligat dhe të këqijat këtë botë dhe shpëtimi nga dënimi në ahiret. Dikush më thotë, si ka mundësi? Ja ku shpjegoj. Të gjitha të këqijat në këtë botë vijnë nga gjunohat. Dhe dënimi në varr nga vjen nga gjunohat, mëkat. Po dënimi zjarri në xhenem nga vjen nga mëkat. Po të fali Allahu, shpëtove nga pasojat e mëkatit. Dhe i arrin të mirat, shpëton nga të këqijat, shpëton nga dënimi në varr, shpëton nga dënimi zjarri në xhenem. Prandaj është lutje shumë e rëndësishme. O Allah, ti e falës, ti e do falën, prandaj më fal. Po gjunoha kemi ne, se do njëri ka që thonë, po s'kam gjunoha, s'kam mëkat, s'kam bo keq. Këta janë paditur, këta që thonë kështu. Madje ka që nuk vinë xhami, thonë, unë s'vinë xhami, se unë s'kam bo mëkatet, unë jam i pastër, unë jam i pastër, unë s'kam nevojë që të falë Zoti, se unë s'boj keq, thotë ai. Këta janë të paditur,
Këta nuk e njohin Zotin. Këta nuk e njohin vetveten. Këta mendojnë që janë me lajke. Me lajket nuk gabojnë. Njerëzit gabojnë apo jo? Gabojnë. Allahu me këtë natyrën e ka krijuar. Ne gabojmë, ne kemi mëkate. Nuk ka njeri që nuk mëkaton. Prandaj këta janë njerëz paditur, duhet me i mësuar, o njeri, nuk ka njeri që nuk bën gabim. Nuk i shpëton njerë goja, nuk thot njeri një fjalë të keqe, nuk ka një dëshirë të keqe, si Smira për shembull. Nuk kundërshton një urdhër të fesë. Nuk bie në një mëkat, nuk ka njeri që s'ka gjuna, kështu që të gjithë kemi nevojë të falë Allah. Dhe një çështje tjetër. O Allah, ti e falës, ti e do falen. Allahu do që të falim. Prandaj të falim vëllezër, të falim njëri tjetrin, të jemi të mëshirshëm, pajtohemi me njëri tjetrin që ta falë Allahu. Sa ata që falin, i falë Allahu, sa Allahu e do faljen. Thot, o Allah, ti e falës, ti e do faljen, prandaj më fal. Allahu shpëlbej me zbira, Allahu ta bëjmë të lutje sa më shpesh në këto lehtë. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina